Një pikë e rëndësishme e diskutimit në komunitetin rajonal të zhvillimit të turizmit ishte edhe Bregdeti Velipojës. Përfaqësuesi i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit tha se deri më tani nga 82 aplikime për shezllon janë miratuar 42 dhe 8 janë në proces. 2025 ishte viti i fundit që operojnë subjektet që nuk janë hoteleri. Këtë vit kemi si risi rjollin për arsye se nuk ka shumë hoteleri aty dhe është në formë përjashtimorje që do jepen edhe subjekteve që kanë lokale afër. Hapja e thirrjes ka qenë 15 shkurt dhe mbyllja e aplikimeve kanë qenë 15 mars. Kemi 83 aplikime, të cilat deri tani janë miratuar 42, janë proces 8 dhe tjerat janë refuzuar sipas kritereve përkatëse. Përfaqësuesi i kapitenërisë në portin e Shëngjinit kërkoi nga policia që të ketë një përcaktim të saktë të vendit ku do të dalin në det mjetet lundruese apo motorët e ujit për të shmangur problematikat e viteve të kaluara. Mendimi im aty ku ka fokus njerëzve, sipas qena Velipojës apo qena Shëngjinit, me shumë njerëz të shmangen pak vendosja e këtyre hyre dhe dalje të motorëve të ujit dhe se ka vene sa dushe, ai që do me marrë një mjet detare merr dhe pak më larg. Jo më qena aty ku është me shumë fluksi. Unë kryesore kam vetëm hyrjen dhe daljen e mjetet detare në këto vetbazime, që të njoftohet kapiteria dhe policia kufitare, ta dim adresën, sepse jeta njerëzve na kanë ndodhur me shina herë, ju fiket motorri në det, nuk ka asnjë lloj mjet komunikimi. Se mas një mile nuk punon ma telefonin det. Policia kufitare theksoi se janë marrë të gjitha masat për të gjithë vijon bregdetare, ndërsa theksoi se vitin e kaluar nuk ka pasur asnjë aksident me jetski apo mjete lundrimi. Do të theksoj që vitin e kaluar nuk ka pasur asnjë ngjarje me mjetet lundruese jetski e skafe, pra vitet në pashmë janë shënuar ngjarje të rënda, vitin e kaluar edhe ankesat në portalet kanë qenë shumë të, ose po them zero. Për këtë kemi marrë masa, por riorganizojmë shërbimet, pajisjet që do përdorim për të kontrolluar gjatë gjithë kohës, gjithë vijën bregdetare për mjetet lundruese që shkelin rregullat, do ndryshkohen me masa administrative, bllokime, gjitha me radhë. Vitin e kaluar pat një vonesë, sidomos tek plazhet publike, nuk u arrit të vendosen në kohë kufizimet, cilat përbëjnë rrezik për jetën e pushuesve, sepse ato janë të domosdoshme. Kështu që këtë vit rekomandojmë që këto kufizime, bullat e vrojtimit, pajisjen, pra të ketë një kontroll me trysni më të lartë, po që në fillim të sezonit